Raportimet më të fundit kanë treguar se kemi ndërprerjen e procesit të votimit në 2 qendra votimi, pikërisht në njësinë administrative Tomin, në qendrën e votimit 1158 në njësinë e Brezhdanit, ndërkohë që i njëjti problematik me pajisjet PEI, të cilat shërbejnë për identifikimin elektronik të votuesve, është hasur edhe në proces në njësinë administrative Maqellar në qendrën e votimit 1111. Sipas informacioneve më të fundit të marra në terren, votimi atje nuk po vijon, është ndaluar përkohësisht derisa pajisjet të rregullohen dhe të ketë mundësinë që qytetarët të shprehin vullnetin e tyre. Pra, kemi e salin ndërprerjen e 2 qendra votimi, shkak sërish është mos funksionimi i pajisjes së identifikimit elektronik, një çështje që në fakt është vënë re edhe në Spaku 3 vende të tjera. Mirë, faleminderit Sali Doçi nga Peshkopia, ndërkohë që shikoj që kemi lidhje gati nga Vlora.